Shikoni çfarë deklarate bën. Ky është Skender Troplini, apo Çela, polisit doni, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, i narkopolicisë. Policia ka hyrë në epokën e monitorimit inteligjent, fajtorin e përcakton teknologjia. Imagjinoni ju pra se çfarë kemi të bëjmë, me çfarë shteti policesk. Kamerat të cilat duhet të administrohen tërësisht nga bashkia në interesin më të mirë të qytetarëve, administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Tjetër, ju lutem, kemi paraqitur këtu disa cili është modeli i Smart City Classic. Menaxhon trafikun, transportin publik, ndryqimin inteligjent, parking dhe mjedise, shërbime bashkiake, menaxhohet nga bashkitë dhe institucionet urbane, larg duart policia. Fokusi ose objektivi, komoditet për qytetarë, sa më mirë të shërbehet qytetarëve. Projekti i narkoshtetit shqiptar, 20 qytete dhe pikat kuftare. Gjogda, ka vu dhe pikat kuftare këto. Në administrimin e narkopolicisë shtetit, do të thotë karteleve të drogës, platform AI, plus qendër e avancuar kontrolli, kamera, radar, ANPR dhe rrjet fibre optike, monitorim dhe kontrol territori, asnjë nga funksionet e Smart City në bashki, asnjë, të gjitha policeske, mirëmbajtje operative, monitorim. Pra, fokusi, nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontrol, monitorim i centralizuar. Ja, survejimi masiv, operator kryesor policia, qendër e komanduar natyrisht nga policia, urtësia e survejancë me vëzhgim me urtësia artificiale dhe analiza në kohë reale, lexim targash dhe gjurmim të lëvizjeve. Imagjinoni, potencial për dhëna biometrike, veçanërisht fytyra, ruajtja dhe analizë dhënave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontrol, modeli centralizuar, polici, komand, qendër, shtet policesk, narkoshtet.